Të rinj nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut u bashkuan në sheshin Skënderbej në Tiranë, në protestën e paralajmëruar në mbrojtje të së drejtës për provimin në gjuhën shqipe. Simboli i protestës u bë studenti Mevlana Ademi nga Shkupi, i cili deklaroi se gjuha është amanet dhe nuk negociohet. Në zemër të Tiranës, sheshi Skënderbej u mbush me studentë dhe të rinj shqiptar, të cilët u bashkuan protestës në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë zhvillimin e provimeve universitare në gjuhën shqipe. Protesta e paralajmëruar më herët nga organizatorët kulmoi me marshimin drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut në orën 17. Me pankarta në duar dhe thirrje në mbrojtje të gjuhës shqipe, protestuesit kërkuan zbatimin e të drejtave kushtetuese dhe trajtim të barabartë për të gjithë studentët shqiptar. Ata paralajmëruan se mobilizimi do të vijojë edhe në qytete të tjera, deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Vledhur për të mbrojtur dinjitetin, gjuhën dhe identitetin e shqiptarëve në Maqedoni. Po protestojnë për një popull autokton që meriton të flasë, të shkruajë, të studiojë, të këndojë, të japë provime në gjuhën. Protestojnë për shqiptarët Maqedoni, një popull se formues, që duhet të trajtohet si barabartë në vendin e vetë. Ata gjithmonë zgjedhin karikën. Ne jo, ne nuk zgjedhim dhe ne nuk heshtim. Gjuha shqipe nuk është debati, nuk është favor që kërkohet, nuk është privilegj që jepet. Figura më e spikatur e protestës ishte studenti juridikut Mevlana Ademi, i ardhur nga Shkupi në Tiranë. I konsideruar tashmë një simbol i kësaj lëvizje studentore, Ademi mbajti një fjalim të fortë përpara protestuesve, ku deklaroi se betejë për gjuhën shqipe është një çështje identiteti dhe dinjiteti kombëtar. Në protest morën pjesë edhe studentë nga universitetet e Tiranës dhe përfaqësues të diasporës shqiptare, si edhe figura të njohura publike shqiptare, të cilët shprehën solidaritet me studentët e Maqedonisë së Veriut. Marshimi u shoqërua me thirrje patriotike dhe flamuj kombëtar, ndërsa protestuesit deklaruan se nuk kanë ndërmend të tërhiqen deri në përmbushjen e kërkesës së tyre.